Një ndryshim i ri në organizimin e qarkullimit rrugor pritet të lehtësojë lëvizjen e automjeteve në qytetin e Shkodrës. Duke filluar nga data 12 mars, segmenti rrugor nga Parruca drejt Xhabijes do të jetë i hapur në 2 sense qarkullimi. Ky ndryshim synon të reduktojë trafikun në disa prej rrugëve më të ngarkuara të qytetit. Qytetarët shkodranë shohin këtë vendim si një hap pozitiv, duke theksuar se kjo rrugë është një nga segmentet me qarkullim të dendur dhe shpeshherë krijohen vështirësi në lëvizje. Njëkohësisht ata shprehen se lëvizja në 2 sense do të lehtësojë qarkullimin në rrugët e tjera lidhëse. Na shërben shumë kja, isha apo bëhet edhe kja tjetra, dy kalim që si ka kenë, se kja nuk diskutohet që është se bloku zdrali a bloku, më vërarë. Të është kja, na shërben, unë duhet me shku të Isaja, duhet me shku Rumullak, edhe me dalë të Isaja. Ne në të kënaqën që na ka bëhen shumë me dy kalime. Kja rrugë që i plëtësën kushtet, ja rrugë e gjanë. Ta si rrugë kryesore, ta normalisht që duhet me kanë me 2 kalime, se nuk menohet ndryshe. Është shumë mirë, të shmu bale kja rruga perashit edhe ma mirë. Për të garantuar zbatimin e këtij vendimi në terren do të jenë policia bashkiake dhe policia e qarkullimit rrugor.